Qyteti piktoresk e Pukës hapi sezonin turistik përmes një sër veprimtarish kulturore, argëtuese dhe promovuese të vlerave të kësaj treve në veri të Shqipërisë. Në qelje të këtij sezoni, drejtoresha e turizmit në Pukë, Dhurata Risto, shfrytëzoi fjalën e saj për t'i bërë ftesë të rinjve të larguar që të riktheheshin në vendlindje me shpresën e lehtësive të premtuara nga paketa e maleve. Ligji për paketën e maleve është një ligj i rëndësishëm, e mendoj, dhe një ide shumë e mirë që tërë ata të rinj që kanë ikur, kanë emigruar, por edhe biznesmen të tjerë të vinë, të investojnë. Puka, ata që vinë, thonë është një dashuri, dhe kur dashurohesh, vinë prapë. Për kreun e shoqatës së restoranteve turistike të Shqipërisë Kujtim Dervishi, Puka përbën një tjetër mundësi të artë për vizitorët. Përcjellje gjithë shqiptarëve, të cilët ta vizitojnë, ato që se kanë parë Pukën do ta vizitojnë patjetër, se Puka ofron mjaft atraksione turistike që duhet vizituar nga gjithë shqiptarët. Puka e kthyer tashmë në një destinacion turistik fal investimeve të realizuara atje gjatë viteve të fundit, përbën një ofertë të mirë turistike, teksa shquhet jo vetëm për shtigjet malore, kulinarin dhe produktet vendase. E konsideruar si parajsa e fshehur e veriut, Puka mbetet një ofertë e mirë turistike, kryesisht për sezonin e verës.